Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube, Mësojmë Slovenisht. Sikurse në videot e tjera, edhe në këtë video do t'i mësojmë 6 fjalë të përditshme në gjuhën slovene. Mësojmë se si të themi në gjuhën slovene të shkosh në këmbë, ngas, të jesh rrugës, te, deri ku, si dhe shpije, apo qoj. Të gjitha këto fjalë do të jenë të shoqëruara me shembuj, prandaj ju lutem të ndiqni videon në vazhdim. Të shkosh në këmbë thuhet iti pesh. Iti pesh. Iti pesh në gjuhën shqipe do të thotë të shkosh në këmbë. E marrim një shembull në lidhje me këtë fjalë. A shkojmë në këmbë apo me makinë? Në këmbë sigurisht, me që është vetëm 1 kilometër. A gremo pesh ali z autom? Pesh seveda, sa je samo 1 kilometër. A gremo pesh ali z autom? Pesh seveda, sa je samo 1 kilometër. Ngas. Voziti. Voziti. Eva nget si e çmendur, gjithmonë kam frikë. Eva vozi kot nora, vedno me je strah. Eva vozi kot nora, vedno me je strah. A kemi nora këtu? Fjala slovene nora në gjuhën shqipe e ka kuptimin e çmendur. Prandaj mos të përqeshum me fjalët e një gjuhe të huaj, sepse edhe ne kemi fjalë me qindra mira fjalë të cilat nuk tingëllojnë mirë në një gjuhë të huaj. Vazhdojmë me fjalët. Të jesh rrugës, në slovenisht thuhet biti na poti. Biti na poti. Unë tashmë jam rrugës, por do të vonohem 10 minuta. Ja sam že na poti, ampak bom 10 minut zamudila. Ja sam že na poti, ampak bom 10 minut zamudila. Bom zamudila i përket gjinies femrore, besoj që tashmë vetë se e dim, ndërsa bom zamudiu përcakton gjinin mashkullore. Te, pri, pri. Mund të parkosh te posta. Parkirash lahko pri pošti. Parkirash lahko pri pošti. Deri ku? Do kod. Ali kam. Do kod. A të shoqëroj? Deri ku po shkon? Deri në stacion të autobusit. A të pospremim?
Do kot pa gresh, do autobusne postaje. A te pospremim, do kot pa gresh, do autobusne postaje. Shtëpie, peljati, peljati. Çdo mëngjes Adami më shpije në stacion të trenit. Adame usako jutro pelje na železničko postajo. Adame usako jutro pelje na železničko postajo. Kjo ishte e tëra për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa ne miru dëgjofshim përsëri në një video tjetër të radhës. Mirëmbëjtje.